Në Zvicër, midis qetësisë alpine dhe dritave të pastra të qytetit, Angelusha po përjeton një kapitull të ri të jetës së saj, atë të martesës. Ceremonia e saj u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, ku admiruesit e këngëtares ndan urime, emocione dhe kujtime nga rruga e gjatë artistike që ajo ka ndërtuar me shumë dashuri. Tani i larg skenës dhe zhurmës së përditshme, ajo duket se po e shijon qetësinë e jetës martesore, duke i dhënë kohë vetes dhe dashurisë së re që e rrethon. Megjithse është larg vendlindjes, Angelusha nuk e ndjen mungesën e familjes. Ajo e ka afër në zemër dhe shpesh në pragun e shtëpisë, kur familjarët udhëtojnë për ta vizituar. Së fundmi, këngëtarja ka ndarë një fotografi të mbushur me ndjenje, ku shihet përkrah motrës së saj, Besianës, e cila i kishte shkuar për vizitë. Në imazh, dy motrat rezatojnë lumturi dhe dashuri të ndërsjellë, një afërsi që as distanca nuk ka mundur ta zbejë. Shikimet e tyre flasin për një lidhje të fortë gjaku e zemre, për një dashuri motrash që qëndron e pathyer, pavarësisht udhëve që jeta ndonjëherë ndan. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.